Dhe të gjithë jush që nuk keni ndalur asnjë ditë së besuari, them me bindje të plot, ne do të fitojmë, ne do të ngrejmë Shqipërinë, ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Zoti e bekos Beratin, Zoti e bekos Partinë Demokratike, Zoti e bekos Shqipërinë madhështore. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit shoqëri. Tani fjalën e ka drejtuesi politik i qarkut Berat, zoti Eno Bozdo. Ju faleminderit. Mirëmbrëma Berati, Dimali, Kucova, Çorovoda, Skrapari. Përshëndetje, mirë se erdhe doktor Berisha, zoti Duka, të nderuar kandidat, të nderuar qytetar të Beratit. Kjo është Shqipëria që ne duam. Dhe ju përfaqësoni eksaktësisht ata shqiptar që nuk u tutën, nuk u përkullën, nuk u thyen, rezistuan në emër të lirisë, rezistuan në emër të vlerave njerëzore, në emër të demokracisë dhe dinjitetit të Beratit edhe më gjërë se kaq. 11 maj është një ditë ku ne nuk votojmë thjesht për dy parti. Ne votojmë për një të ardhmen, ne votojmë, fermerët votojnë midis rënimit që i ka pllakosur 12 vite dhe një programi të jashtëzakonshëm Partisë Demokratike që i pasuron dhe i kthen ata njerëz me dinjitet. Biznesi i vogël voton midis varfërisë dhe boshësisë qyteteve dhe uljes konsumit dhe një programi të jashtëzakonshëm Partisë Demokratike që do t'i shojë ata të punojnë me nder dhe dinjitet. Pensionistët votojnë midis skamjes dhe mjerimit dhe një programi të jashtëzakonshëm madhështor të Partisë Demokratike, që i fal dinjitetin njerëzor, që i bën ata të jetojnë me niprit dhe mbesat e tyre, dhe jo fillikat siç janë sot. Arsimtarët votojnë midis shtypjes politike, rrogat vogla, klasa kolektive, njerëz që ikin, dhe një programi të jashtëzakonshëm Shqipërisë madhështore, ku dinjiteti njerëzor, arsimtari, figura e tij ngrihen në piedestal. Unë besoj se gjithë zgjedhjen e kemi shumë thjesht. Në 11 maj ne votojmë Partinë Demokratike, votojmë doktor Berishën, votojmë Shqipërinë madhështore. Forca, fitore, fitore, fitore. Faleminderit Eno, faleminderit gjithëve për fjalimet frymëzuese. Kam deri tashmë të